Një kënd në shkollën e mesme teknike Necbedin Nixha në Gjakov nga sot është shndruar në bibliotek. Florentina Gjergjaj, drejtoreshe e shkollës, tha se ky kënd do t'ju shërbejë nxënësve për lexim si një mundësi e mirë edhe për pasionantët e leximit. Natyrisht kjo biblioteka është pasuruar edhe nga ana e mësimdhënësve, të gjithë bashkë kemi kontribuar në ngritjen e këtij këndi. Shpresoj dhe besoj që ky kënd do të shfrytëzohet në të mirë të nxënësve fillimisht, mirë po edhe të mësimdhënësve. Rëndësinë e librit besoj që nuk muj me gjetë fjalën e duhur për me përshkruar, mirë po për neve është shumë i rëndësishëm, është kënd që i ka mungu shkollës sonë. I gëzuar për këtë ngjarje është edhe Angel Berisha, drejtor në bibliotekën Ibrahim Rëgova, i cili dhuroi 200 libra për shkollën. Ne si bibliotek gëzohem kur hapet libri, ku shpërndahet, ku rrin të lexuesi, natyrisht ka nxënësa dhe ka edhe profesorë që mund të lëmtojnë literaturë shkencore, mirë po gëzimi më i madh i bibliotekës është se të librit më rrin të lexuesi. Ashtu siç provojmë ta kryejmë në bibliotekë, kur të hapim librin në Azim edhe të jenë këtu. Ideja për këtë kënd leximi ishte e profesorit të gjuhës dhe letërsisë shqipe Dorim Lushaj, i cili tha se nxënësit në këtë shkollë janë lexues të rregullt. Së bashku me aktivin e gjuhës, e morëm këtë iniciativë që të formojmë këndin e leximit, me qenë se ne me të vërtet kemi nxënës të shkëlqyshëm dhe lexues të rregullt që din ta vlerësojnë dhe çmojnë librin, dhe me mbështetjen e bibliotekës së qytetit, po ashtu me mbështetjen e kolegëve, pra mësimdhënësve të Necbedin Nixha, formuam këtë kënd të bukur të leximit. Aktualisht kjo bibliotekë ka në dispozicion rreth 300 tituj librash, por gjithmonë duke synuar që të pasurohet edhe më shumë me tituj të ri.